Shkojmë për 5, 4, 3, 2. Zyrtarëve publik në Kosovë, të cilët dyshohet se janë pasuruar jashtëligjshëm, do të verifikohet pasuria e cila edhe mund të konfiskohet. Por si, kush dhe kur do ta bëjë këtë? Rreth këtij procesi të ri që pritet të zbatohet sipas ligjit për Byron për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë së pajustifikueshme, do të flasim në episodin e sotëm të podcastit 5 pyetje me Vullnet Bugaçkun, hulumtues në Institutin Demokratik të Kosovës. Përshëndetje, mirë se erdhët zoti Bugaçku. Përshëndetje për juve, ju faleminderit për ftesën. Atëherë do të diskutojmë mbi disa detaje sa i përket mënyrës çysh do të funksionojë në praktik ky ligj kurdo që do të nisë zbatimit. Nisim ndoshta nga fillimi, si do të bëhet verifikimi i pasurisë të zyrtarëve publik, çfarë dokumentesh, çfarë provash do të kërkohen për të dokumentuar se si është fituar një pasuri. Sa i përket çështjes së konfiskimit civil të pasurisë së pajustifikueshme, ju e dini që ka pasur dhe po vazhdon të ketë një debat gjatë madh ashtu në shoqërinë kosovare ose edhe në vetë institucionet përkatëse, qoftë qeveri, qoftë në parlament, por edhe në media. Ligji si i tillë është hasur në sfida, në kuptimin e përmbajtjes dhe të disa dispozitave që janë kontestuar edhe në gjykatë kushtetuese, por edhe janë vlerësuar 2 herë spaku edhe nga Komisioni i Venecias, i cili në parim e ka dhënë dritën jeshile që ky ligj mund zbatohet në Kosovë dhe mund të ndërtoj disa mekanizma ose standarde të reja të procedurës së konfiskimit të pasurisë së fituar në mënyrë të palegjshme nga ana e zyrtarëve publik në Kosovë. Qysh inicohet ose me çfarë baze inicohet verifikimi i kësaj pasurie? Sipas ligjit që është i propozuar tashmë dhe është në kuvend dhe pritet që të shfrytohet së shpejti, ligji përcakton që byroja do të ketë mekanizma të brendshëm, pra do të ketë disa departamente, departamenti ligjor, departamenti i njësisë për hetim dhe verifikim të pasurisë etj. Dhe këta zyrtarë që do të emërohen në këtë lloj departamenti, këta me vendim të drejtorit mund të autorizohen që të fillojnë procesin e verifikimit të pasurisë ndaj një zyrtari publik nëse dyshohet se i njëjti është ose i njëjti posedon pasuri të palegjshme. Çka do të lidhë? Do të jenë hetues brenda byros. Do të jenë zyrtar në kuptimin e veprimtarisë, mund të themi një farë lloj hetuesi ose hetuesie. Por nuk do të jenë hetues të prokurorisë, të policisë, do të jenë të veçantë. Këta do të jenë zyrtar përkatës që do të mirën me mbledhjen e informatave, me mbledhjen e dëshmive, me mbledhjen e dhënave, çfarëdo dokumentacionit nevojshëm që pretendon se ka dyshim të faktit nëse ka apo jo pasuri të pajustifikueshme në zyrtar publik. Mirë po, duhet me sqaru për hir të publikut. Ligji fillimisht, një draft i projekt ligjit ka paraparë që barra e provës t'i takoj ekskluzivisht subjektit që i nështrohet vlerësimi i pasurisë, këtë rast zyrtarit publik, kushdo qoftë ai. Me qenë se ligji është kontestuar në gjykatë kushtetuese, gjykata e ka rrëzuar, themi ashtu, dispozitën që të barra e provës t'i takoj plotësisht vetëm zyrtarit ose subjektit që i nështrohet pasuria e tij, që i nështrohet vlerësimit nëse është apo jo e lehtëshme, për faktin që siç e ka theksuar mirë dhe gjykata kushtetuese, kjo e qet ose e vë në pozicion të palakmueshëm këtë zyrtar, në kuptimin e pamundësisë objektive që ai me qenë i barabartë me autoritetin shtetëror në këtë rast, sepse ky biro, ky institucion do të jetë institucion shtetëror. Dhe fakti që do të nis procedurën për me verifiku pasurinë një zyrtari publik dhe pa pasur një kuvizim të bazueshmërisë, të paktën në jurisprudencë thojmë një dyshim i bazuar paksa që ekziston një pasuri që është pak e dyshim. Atëherë do të fillojë edhe hetimi dhe procedura e verifikimit. Ministra, deputet, politikan, polic, administrator, kushdo që e ka postin zyrtar publik, ndaj kur ndodh që ndaj ti të ketë dyshim që shtëpia e tij, vetura e tij, çfarëdo pasuri e tij është e pajustifikueshme. Çka duhet të jetë si bazë që të ngriten dyshimet për me ja verifiku pasurinë? E para, ligji sakson që zbatohet ndaj pasurisë së pajustifikueshme, atje ka një dispozita e 1.2, të fituar, të themi ashtu, në mënyrë të pajustifikueshme kur do nga 17 shkurt i vitit 2008 tutje, kurse i
inicimi i procedurës së verifikimit të pasurisë nuk mund të bën ose mund të bëhet në afat 10 vjeçar nga momenti kur atij zyrtari publik i ka pushuar mandati. Pra nuk e di sa është e qartë. Domethënë, nëse një zyrtarit publik i ka pushuar mandati në vitin 2010, ndaj këtij zyrtari afati maksimal që mund të jetohet dhe verifikohet pasuria është viti 2020. Pra, jo më gjatë se 10 vjet është periudha kohore që mund të nështrohet verifikimit të pasurisë. Pse? Sepse i bie në 2026 mund t'ja verifikosh pasurinë një politikani të 2008-s i cili e ka përfundu ushtrimin e funksionit ta zëm 2010-ën. Absolutisht, po, saktë është. Sepse kur është kontestu ligjin gjykatë kushtetuese, kjo periudha nga 17 shkurti 2008, edhe cila fatkeqësisht ende ekziston në dispozitën ligjore, që ne vlerësojmë si organizatë edhe si profesionist i kësaj fushë, vlerësoj që është jashta kërkesës së gjykatës kushtetuese dhe e tekalon gjykimin e gjykatës, por thjesht e shkel gjykimin e gjykatës kushtetuese. Arsyeja pse ka vendosur gjykata këtë standard është për faktin që sipas legjislacioneve në fuqi që e kemi në Kosovë, institucionet shtetërore, ta zëm, Banka Qendrore e Kosovës, Agjencioni Kadastral, bankat private, njësitë e inteligjencës financiare, këto që kanë dokumentacione, që kanë prova të themi ashtu, që mund të shpërfaqin nëse është apo jo një pasuri e justifikueshme, këto institucione nuk kanë obligim ligjor që me ruajt këto prova ose këto dëshmi më gjatë 10 vjet. Pra, kanë garancione madje në disa procedura, afatet maksimale të ruajtjes së dokumenteve është afati 5 deri në 6 vjet. Ta zëm sa i përket bankat se kanë obligim më shumë se 10 vjet ruajnë dhëna financiare. Po për shembull për çështjen e pastrimit parave. Njësia e inteligjencës financiare ose edhe bankat private nuk mund me ruajt dokumentacion që i tekalon afatin maksimal 10 vjeçar. Dhe për këtë arsye gjykata kushtetuese e ka sharuar shumë mirë. Dhe e ka potencu faktin që nëse një zyrtar publik ta zëm ka fituar një pasuri në vitin 2009 dhe ka qenë në funksion në vitin 2009 ose i ka përfunduar mandatin në vitin 2009, nëse atij do t'i kërkoj që ta dëshmonte legitimitetin e asaj pasurie, lishmërinë, me një provë që duhet me marrë te notarët, ose që duhet me marrë te Banka Qendrore, ose që duhet me marrë te Agjencia e Katastrit, ose në komunë, atëherë gjykata thotë që ky e ka të pamundur me kërku çfarë dëshmi sepse autoriteti në fjalë nuk e ruan më. Nuk ka obligim me rujt, thjesht si të kaloj periudha 10 vjeçare, ai dokument ose asgjësohet ose nuk ekziston më si një dokumentacion që mund me shërby atina karshi kërkesën që e bën kënena zyrtari i byros për me konfiskuar pasurinë. Çka mund me përfshi këto dhëna? E pyetë më harët. Kontrata shitbleris banesa ta zon. Ju dini që në vitin 2010 ka ekzistuar sistemi notarisë në Kosovë. Nuk ka pas notarizim të jure të shitblerjeve të tokave, të banesave, të patnushmërive të ndryshme, ose edhe të sendeve të lojshme, të veturave e gjanave të tjera. Por zakonisht është ndjekur një standard nga ish sistemi i kalum që janë vërtetuar në gjykatë. Pra ordash me shku në gjykatë, me marrë një vull atje që e ke bler një tokë ose e ke bën një marrëveshje kontraktuale me një palë. Mirë po, me qenë se e thash, ligji nuk e lejon që më shumë se 10 vjet me u siguru këto prova dhe asnjë institucion nuk t'i jap, nuk ka obligim të i thonë. Edhe nëse i ka rujt dikun mes arkivave, nëse si të kalojnë afati 10 vjeçar, nuk ka obligim ai ty me t'i ofruar çdo provë sepse ligji nuk ja lejon. Prandaj këta zyrtar, sipas gjykatës kushtetuese, kanë qenë pa mundësi objektive, që këta me sfidu kërkesën e drejtorit të byros ose edhe të zyrtarëve të byros që me ju hetu dhe verifiku pasuria për faktin që janë konsideruar si palë të pabarabartë. Sepse siç ka qenë versioni paraprak i ligjit, ka mjaftuar që vetëm me unicu procedura nga ana e byros, me përfunduar rastin në gjykatë, pastaj ka qenë vlerësim i joti, a kemi mujt ti apo jo, me e bind gjykatën që e ki pasurinë e pa justifikueshme. E për me bind ti një gjyqtar atje që e ki pasurinë e justifikueshme në këtë rast, i bie që ti dush me ofru dëshmi konkrete në gjykatë që tokën, banesën, veturën ose çka do që ke blerë në vitin 2008 e ki në letra, ose i ki me dokumente, ose i ki me të ardhra të leshme. Qa përfshin këtë projekt ligj? Njeni 2 thash, thot zbatohet ndaj pasurisë së fituar në mënyrë të pa justifikueshme nga 17 shkurti 2008 nga zyrtarët publik, apo thot palët e treta, në këtë rast. Edhe këtu desha dalë. Çka na kupton kjo palët e treta? Megjithas ka të bëjë me familjarët ose me të tjerët. Palët e treta si bëhet mund të jenë familjarët, mund të jenë edhe persona që janë jashtë familjar, e që këtu rreziku është që ligji i cili është aktualisht i propozuar nuk është se garanton një procedurë se çysh do të verifikohet pasuria të palët e treta. Si do të inicohet verifikimi
i pasurisë dhe konfiskimi i asaj pasurie të palët e treta në këtë rast, ta zëm nëse një zyrtar publik, një banesë që e ka blerë në vitin 2017 e ka shitur të një person krejt jashtë familjes tij. Dhe tani nëse rezulton që gjatë verifikimit ky zyrtar në atë kohë kur e ka blerë banesën, e ka blerë ta zëm në mënyrë të palegjshme ose me të ardhura të pajustifikueshme, ligji e ka atje një dispozitë thotë që do të zhvillohet procedurë e verifikimit të asaj pandonshmërie tek ai personi i palës së tretë. Mirë, por nuk ka standarde ligjore se çysh do të zbatohet ajo procedurë. Sepse ligji në parim flet për verifikimin e pasurisë ndaj zyrtarëve publik, të cilët kanë qenë në pushtet ose kanë qenë në zyrë në funksion publik 5 vite nga momenti kur ju ka pushuar mandati, nëse kanë fituar pasuri edhe pas 5 viteve, ose afati maksimal deri në 10 vite gjatë kohës sa ju ka pushuar mandati. Si vlerësoni ju që do të veprohet në këtë rast kur ta zëm një zyrtar publik, ka disa toka të tij, i ka bler vet, por i ka regjistruar në emër të gruas, të djalit, të vllaut, të kujdo në familje gjithë. Këto janë pastaj edhe disa dilema tjera që duhet mi trajtuar me tutje në projekt ligj dhe me sqaru në projekt ligj. Për me sqaru edhe për publikun, ligji tani i propozuar e ka atje një dispozitë që thotë drejtori i byros ose vetë byroja do të nxjerr akt në ligjor, pra një udhëzim administrativ ose një rregullore, një akt në ligjor, me të cilën do të rregullohen dhe do të specifikohen në detaje të gjitha procedurat e verifikimit të pasurisë për çdo lloj situate. Mirë, po kjo është shumë problematike, sepse akti në ligjor në vetvete, nëse rregullon çështjen e verifikimit të pasurisë pa justifikueshme, ai akt në ligjor, pra ta zëm rregulloria ose udhëzimi administrativ, nxirret nga vetë drejtori. Pra, miratohet dhe nxirret nga vetë drejtori, thjesht është një dokument shumë fleksibil që mund të ndryshohet në çdo kohë kur ka disponim drejtori me ndryshu. Dhe sa e bën kjo të ndikueshëm procesin zotëri Bugaçu që atje është një drejtar, është një emër dhe mbiemër që do të vendos për krejt këto procese, do të vendos kush e ka pasurinë e ligjshme dhe kush se ka. Kjo është sfida kryesore që e ka projekti që kur mendoj pas periudhës së gjatë kohore që ende mbetet nga 17 shkurti 2008, një sfidë tjetër që e ka ose një problem tjetër që e ka projekti është që e lejon që të mundësinë që byroja ose drejtori i byros ose vetë mekanizmi i byros të rregullojë me akt në ligjor procedurën e verifikimit të pasurisë pa justifikueshme. Çfarë nënkupton kjo? Pra, me një rregullore do të rregullohet se si do të nisë procedura, se si do të zhvillohet procedura, me çfarë kritere do të selektohen të pronat patundshmëritë ose ato detaje sa i përket është apo jo e pa justifikueshme dhe si do të përfundohet procedura dhe do të bëhet kërkesa për me shkuar në gjykatë për konfiskim. Meqense kjo ekziston si dispozitë që do të rregullohet me akt në ligjor, edhe gjykata kushtetuese ka po testë shqetësuese. Dhe madje atje ka dispozita konkrete në gjykimin e gjykatës që e përmend si një farlloj elementi shqetësues që duhet me adresu më tutje, me rastin e trajtimit të ligjit dhe duhet me, sipas vlerësimit tim, duhet me ndryshu mënyrën e procedimit të pasurisë dhe mënyrën e verifikimit të pasurisë për faktin që mos me leju që me akt në ligjor që e nxjerr vetë drejtori ose në këtë rast mekanizmi i byros me u përcaktuar këto kritere të verifikimit të pasurisë, sepse lehtësisht mund me pas standarde të dyfishta. Pra, po e thjeshtësoj kështu, mund të ketë për një periudhë kohore standard tjetër në akt në ligjor të verifikimit të pasurisë ose një kriter që mund të jetë ndaj meje, në rastin ndaj teje mund me u ndryshu nëse ai drejtori vlerëson që nuk na vy ky kriter edhe ndryshojna për situata të në të ardhmen ose edhe për situata të tjera. Ose kur të ndron drejtori, vije dikush ose mund të ndrojë nesër drejtori dhe mund vi një person tjetër i cili mund ta ndryshojë atë rregullore dhe të vendos procedurë tjetër ose kritere tjera të verifikimit të pasurisë. Prandaj kjo është e paqëndrueshme. Edhe të e pasë një element shumë rëndësi, që ky drejtor emërohet me shumicën e thjeshtë të votave të deputetëve të kombëndit që janë të pranishëm dhe që votojnë në parlament në ditën kur do të zgjedhet drejtori. Pra, cila parti ka shumicat e votave, zgjedh kush do të jetë drejtori i byros. Besoni mjafton me 31 vota në parlament, pra një kandidaturë edhe ai kandidat të bëhet drejtor i byros dhe kaq lehtë zgjedhet ky byro dhe kaq lehtë edhe mund të shkarkohet nga një shumicë ose një mazhorancë parlamentare që ka një shumicë për 61 votave në Kuvendin e Republikës Kosovës dhe kjo e nxit ose unë them edhe kjo e shkakton edhe një farlloj pasigurie edhe një farlloj mundësie të ndikimit. A ka rrezik që në këtë rast kjo byro të përdoret politikisht nga partitë cila do që vije radhë me radhë në pushtet? Rreziku është i madh dhe normalisht po përmendet vazhdimisht ky lloj rreziku i ndikimit politik në mënyrën se si do të administrojë, si do të veprojë dhe si do të qaset
ky mekanizëm zyrtarëve publik dhe pasurisë së tyre, karshi mandati që ata kanë ushtruar qoftë nga viti 2008, qoftë edhe kurdo që ata kanë qenë në funksion brenda 10 viteve nëse aty ju ka pushuar mandati. Prandaj edhe janë këto dilema edhe këto lloj pasiguri që i ka ende projekt ligji dhe që në praktik mund të shkaktojë shumë probleme për shkak se përmes thjeshtësu edhe me sharru dhe para publikut në momenti kur fillon procedura ndaj një zyrtari publik mundet të zgjas maksimum deri në 1 vit ti të mbetesh në procedurë dhe të mos kesh një propozim për konfiskim në gjykatë. Pra, është një afat fillestar 90 ditor, që ata mund me inisu procedurën me mbledh dhëna, faktet, prova, dhe këto prova mund me dëshmu ose me i deponu qoftë qytetarët, qoftë organizatat, qoftë mediat, qoftë autoritetet tjera shtetërore dhe me i dërgu, me i deponu në byro, pastaj byroja me inisu procedurën për me e kërku verifikimin e pasurisë ndaj një zyrtari publik. Po komplet procesi sipas ligjit mundet me zgjat maksimum 1 vit. Mirë po, çka problemi tjetër është që brenda kësaj periudhe 1 vjeçare para se të shkoj rasti në gjykatë, sepse duhet me sqaruar që konfiskimin nuk e bën byroja të pasurisë, po e bën gjykata. Departamenti civil i gjykatës themelore në Prishtinë është autoriteti që e mban shërtimin gjyqësor dhe ka me zhvillu krejt procedurën se a ka apo jo prova që me u konfisku çaj pasuri. Dhe nëse gjithë hetimin, them kështu kushtimisht e kanë bërë zyrtarët e byros, i kalohet ajo prokurorisë apo do të jetë në vend prokurorëve zyrtarët e byros në shërtim gjyqësor? Konfiskimi civil i pasurisë e përjashton hetimin penal. Dhe direkt me verifikim zyrtarëve mbahet seanca gjyqësore. Propozimi final i zyrtarëve të byros ose i zyrtarit të byros ose i drejtorit të byros ndaj një zyrtari publik që dyshohet se e ka pasurinë e pajustifikueshme i dërgohet direkt gjykatës. Dhe pastaj i takon gjykatës në Prishtinë që ta zhvillojë procesin gjyqësor mbi bazoshmërinë apo jo të provave që i ka ofruar zyrtari i byros ose edhe drejtori i byros në gjykatë, dhe nëse ai arrin me dëshmu që dokumentacioni që e ka e dëshmon që të pronën që e ka ky zyrtari është i paleshme, ose është fituar në mënyrë të paleshme, atëherë gjyqtari mund vendosë dhe ta konfiskojë atë pasuri dhe t'ia kthej shtetit. Po çka desha me sqaru është që para se të vendos gjykata, byroja ka edhe një kompetencë ose ka edhe një element që mund t'i kërkojë gjykatës që ta ngrijë atë pasuri. Pra, ta pezullojë shfrytëzimin asaj pasurie, ti vendoset ne themi një masë të përkohshme, që nëse dyshohet që një banesë që s'mund ta shfrytëzojnë këtë rast zyrtari? Nëse dyshohet që një banesë e një zyrtari publik të caktuar në një periudhë të caktuar është fituar në mënyrë të pajustifikueshme ose edhe të paleshme, ata mund t'i kërkojnë gjykatës që me u vendos masa e përkohshme ose e ngrirjes së asaj padumshmërie që i bën praktikisht atë banesë ose atë tokë nuk kemi mundë me shfrytëzuar derisa të përfundojnë gjykata me vendim të formës së prerë, derisa ta përfundojnë procedurën. Është shtëpia e tij një zyrtar publik, shtëpia konsiderohet se është ndërtuese pasuri jashtëligjshëm, duhet ta lëshosh shtëpinë tënde derisa të mirë. Po sepse të vendoset masë e sigurisë, ne i themi masë e përkohshme e sigurisë, që ti nuk mundesh me atë pronë jo me lëshu, unë po them, po ti nuk mundesh me shfrytëzuar në kuptimin e asaj që ndoshta me shit, ndoshta me çakullu juridikisht ose me dhuru ose me bënë farë lloj transaksioni, por realisht ajo pronë jote janë ngrihet. Dhe para sa zgjat procedura në gjykatë, derisa të bëhet vendimi i formës së prerë, ti nuk ke më mujt me shfrytëzu. Po të themi ashtu, nuk ke më mujt me shfrytëzu juridikisht, as me shit, as me shkaktu ndaj pasojë tjetër juridike pronës tënde. Thjesht e ki të ngrimë si aset dhe ti s'mundesh me shfrytëzu atë aset. Gjatë këtij diskutimi ka pas vazhdimisht kundërshtime dhe vrejtje prej partive opozitare, edhe tash kur erdhi ligji i ri, pra pasi ai i pari u rrëzua nga gjykata kushtetuese. Si po i shihni këto vrejtje të opozitës, zotri Bugaçku, a shihni vullnet të gjitha partitë që Kosova ta ketë një ligj të tillë, ta ketë një praktikë të tillë dhe çfarë rreziqe tjera shihni nga i njëjti? Unë nuk mund të komentoj sjelljet e partive politike ose edhe qëndrimet që ato e kam, po në parim sa kam vrejtur në grupe punuese që kemi pasur vitin e kaluar dhe para 2 viteve, ka pasur një gatishmëri që në parim me e mbështet si koncept, për shkak se është aprovuar edhe në Komision të Venecias, dhe meqense Kosova edhe vazhdon me çalu si pasojë mos efikasitetit në të procedurë penale të konfiskimit të pasurisë, sepse ju e dini që ende në rastet e korrupsionit nuk ka ende asnjë pasuri të pajustifikueshme që është dëshmuar me vendim gjyqësor. Por ende shteti s'ka arrit, me sa mund kujtohet në rastet e mëdha të korrupsionit, që me e konstatu që gjatë hetimit penal, aktakuzës, shurtimi gjyqësor, ky zyrtar ka kryer vepra penale, është dënuar me burgim dhe si rrjedhoi ka fitu pasuritë paleshme dhe ka nga vepra korruptive. Dhe kjo ka dështu, dhe kjo është arsyeja kryesore pse është iniciuar mekanizmi civil i konfiskimit të pasurisë, për shkak se
mekanizmi penal ka dështu me e kontrollu dhe me e konfisku pasurinë e fituar të potencialisht në mënyrë të palishme. Si organizat, ne normalisht që i kemi edhe shqetësimet edhe vërejtat tona sa i përket përmbajtjes së tanishme të këtij projekti që është tani në shërtim në Parlamentin e Kosovës dhe ndër vërejtjet kryesore, siç e thashë në fillim, është periudha e gjatë kohore që e tek kalon afatin 10 vjeçar, sepse nëse atje ka një dispozitë që thotë ligji zbatohet ndaj pasurisë së fituar kurdo nga 17 shkurti 2008 e tutje, kjo i bie që ne jemi sot në vitin 2026. Janë 18 vjet, jo 10. Derisa të funksionalizohet byroja mund me shku në kohë edhe 1 vjet, dhe nga momenti i funksionalizimit të byros vlen afati 10 vjeçar retroaktiv, kur munden zyrtarët e byros me janis dhe me fillu verifikimin e hetimit të pasurisë. Pra thjesht nëse funksionalizohet byroja nga viti 2027, atëherë maksimumi i periudhës kur mund të iniciohet verifikimi i pasurisë është viti 2017. Po jo para vitit 2017. Dhe rrjedhëmisht nëse mbetet kjo dispozitë ashtu siç është tek neni 2, atëherë jep mundësi që zyrtarët e byros me interpretu ligjin dhe me theksu që ne kemi ande një detyrim ligjor që na jep kohën që me shku deri në pasurinë e vitit 17 shkurt 2008. Prandaj kjo mund të sjellë edhe pasiguri edhe paqartësi në implementimin dhe zbatimin e ligjit. E dyta, shkurt, jo më përmend edhe 2-3 elemente të tjera, çështja e aktin e ligjor, që sharova që e lejon rregullimin e procedurave me nxjerr drejtori, dhe kjo është tërësisht jashtë standardeve kushtetuese. Pse? Sepse kur drejtori inicon verifikimin e pasurisë, ai pashmangshëm ka me ndërhyrë në të drejtat pronësore, në të drejtat kushtetuese që i kanë palët subjektet. Ju dini që e drejta në pronë është e shajtë, dhe është të mbrohet me kushtetut. Dhe kushtetuta e thotë qartë që kufizimi në të drejtën në pronë ose në çfarë do të drejtat të njeriut duhet bëhet vetëm me ligj dhe asesi me akte në ligjore. Ju kujtohet rasti i pandemisë kur ministri i shëndetësisë me vetia nxjerrte akte në ligjore, udhëzime administrative për kufizimin e lirisë së lëvizjes. Me numrat letër njoftimit të dalës. Ato gjykata kushtetuese sepse nuk ishin bërë me ligj. Prandaj edhe një rrezik ekziston edhe te rasti i byros. Nëse nuk rrezohet ligji në gjykatë kushtetuese, që ta zëm këta smunden me kontestu ose nuk dojnë me kontestu më ligjin në gjykatë kushtetuese, personat, zyrtarët që kanë ju nështruar këtij vlerësimi në të ardhmen kanë me kontestu këto procedura në gjykatë kushtetuese. Edhe këtu si pyetje, a ka rrezik pra që ta zëm personalisht zyrtarët publik ta kontestojnë procedurën e tyre në gjykatë kushtetuese? Ashtu siç është aktualisht përmbajtja e këtij projekti ligji, unë mendoj që ka hapësirë të mjaftueshme që këta zyrtarë, kurdo qofshin ata, në të ardhmen të shfrytëzojnë gjitha mekanizmat e mjeteve ankimore që ti kontestojnë krejt procedurat e verifikimit të pasurisë, sepse nëse mbesin që këto rregullohen me akt në ligjor, atëherë unë jam i sigurt që sot që këto lloj të procedurat tërësisht do të anulohen, nëse jo në gjykatat e rregullta, në gjykatë kushtetuese asesi nuk kalojnë, për faktin që edhe gjykata ka shëruar në shumë aktgjykime që kufizimi ose ndërhyrja në çfarëdo të drejtë të njeriu, qoftë në pronë, qoftë edhe në të drejtat e tjera që janë garantuar në kushtetut, nuk duhet bëhet asesi me akte ligjore, por duhet bën vetëm me ligj. Pra që i bën, duhet ligji i byros me i përcaktuar këto procedura dhe këto ndërhyrje në drejtat e pronës së zyrtarëve publik. Elementi tjetër që ka ligji, që është ende sfidë për me e sqaruar edhe më tutje, është çështja e verifikimit të pasurisë së palëve të treta. Është çështja e pasurisë së fituar tërthorazi, atje është një dispozitë që thotë që pasuria e fituar në mënyrë të paleshme në mënyrë të direkte apo tërthorazi, nuk është e qartë se çka nënkupton. Efekti i pasurisë së fituar në mënyrë tërthorazi, nuk kemi asnjë sqarim në ligj. Çka konsiderohet si pasuri e fituar tërthorazi? Si në mënyrë tërthorazi, në mënyrë të pajustifikueshme. Që do ta evidentojmë në këto, ose çu do ta hetojmë, ose çu do ta konstatojmë. Në fundit edhe nëse gjykata ka më pas vështirë me e vërtetu një koncept të fitimit të pasurisë në mënyrë indirekte. Ta zëm ashtu. Prandaj edhe është sfidë edhe ka më qenë sfidë mënyra e zbatueshmërisë. Edhe një element tjetër është shumë sepse kam edhe një pyetje edhe e fundit, edhe që është shumë që unë mendoj se mund të përdoret për me në këtë rast me legjitimu pasurinë e fituar në mënyrë të paleshme. Do të jetë efekti i parimit e res judicata e çon atje ligji. Pra kjo nënkupton që nëse drejtori i byros ose byroja inicion një procedurë të verifikimit të pasurisë ndaj X zyrtarit publik dhe gjatë procesit para këtij një vjeçari konstaton që nuk ka prova reale ose gjasa ose të prova që e dëshmojnë pa justifikishmërinë e asaj prove, ai drejtor mund të nxjerrë në vendim dhe ta pushoj procedurën. Këtë rast e ndalon procedurën e verifikimit. Ku ta bazoj? Në ligjin e byros, sepse ligji ja mundson drejtorit që ta ndal procedurën, që ta pushoj procedurën në rast se ai vren që nuk ka prova të mjaftueshme, kënse nuk ka prova të mjaftueshme, me e dërguar rastin në gjykatë.
Mirë po, çka është problemi? Këta e kanë lënë atje në një dispozitë që në rastin kur drejtori i byros ose autoriteti i byros thekson që nuk ka prova të besueshme ose dokumente të besueshme që e konstatojnë që një pasuri është e pa justifikueshme, ai e ndërprer procedurën. Por kjo ndërprerje e procedurës këta po e quajnë rezultikata. Dhe kjo nënkupton që në momentin kur ndërprehet procedura, nuk kemi pas mundësi më kur atë lloj procesi ndaj atij zyrtari, ndaj asaj pasurie me e zhvillu, me jetu në kuptimin e palishmërisë dhe e pajustifikueshmërisë. Nuk do të mund ta nisin si procedurë as gjykatat, as organet e tjera drejtësisë. As organet e tjera, për shkak se konsiderohet që njëherë është çështje e vlerësuar ose është çështje e gjykuar tashmë. Mirë po. Ai bie të jetë byroja mbi gjithë sistemin e drejtësisë këtë rast. Në kuptimin e konfiskimit civil të pasurisë po. Ajo që do ta konstatoj byroja në kuptimin nëse ata theksojnë që kjo pasuri nuk ka elemente që është e palishme, po është në rregull, askush më kurrë s'ka më mujt me kontestu legitimitetin edhe lishmërinë e asaj pasurie, jo se jo në kontekstin civil. Dhe kjo mund të ketë shpëtorët, për mendimin tim. Sepse ta zëm, nëse byroja ka një drejtor që emërohet me një shumicë thjesht të një mazhorancë parlamentare që me 31 ose 32 vota e voton atë zyrtar, dhe potencialisht ai zyrtar mund të nisë verifikimin e pasurisë ndaj zyrtarëve të asaj partie që është në pushtet, dhe shumë lehtë e tërheq ai propozimin për verifikimin e pasurisë. Dhe në momentin kur tërhiqet propozimi për verifikimin e pasurisë, këta po e thojnë në ligj që kjo është çështje e gjykuar tashmë. Dhe askush mos ka kush e konteston atë pasurinë. Dhe ky lloj mekanizmi mund të shërbej si një mekanizëm i legjitimimit të pasurisë që potencialisht nëse i shkon gjykat ndoshta ishte vërtetuar që është e palishme. Pra, edhe në rastet kur një zyrtar publik ka një pronë që ka fituar nga një aferë korruptive, por drejtori ka vendosur që me u pushu procedura sepse prona e tij është në rregull, atij legitimohet pasuria dhe askush mund ta trajtojë. Dhe askush nuk mund ta trajtojë sepse s'ki si e dërgon në gjykat. Sepse s'ki si e nënson, sepse ai thjesht e konstaton, sepse ka autorizimin me ligj, ta konstatojë që nga provat që i ka, ja bëjnë të pamundra atij me inicu verifikimin e pasurisë, sepse sipas vlerësimit të autoritetit të byros, të drejtorit, kjo pronë nuk është që ka dëshmi të mjaftueshme që është e palishme. Dhe thjesht mund të shfrytëzohet si një lloj mekanizëm që pasuria që është fituar ndoshta edhe në mënyrë të palishme të legjitimohet dhe kurrë të mos preket nga kuptimi i dyshimit se është fituar apo jo në kundërshtim me ligjin në Kosovë. Dhe fundit, zotri Guashku, hetimi i pasurive të zyrtarëve publik, ai përfshin veç pronat dhe pasurinë në Kosovë apo i llogaritë edhe pronat jashtë territorit dhe shtetit Kosovës? Nëse ka informata të besueshme që në periudhën sa ka qenë ky zyrtar publik në funksion, ka fitu ose ka themi ashtu, ka arritur me kriju pasuri gjatë këtij mandati ose edhe 5 vjet mbasi ka skadu mandati ose edhe 10 vjet mbasi ka pushuar komplet mandati edhe nga lloj abuzimi i detyrës ose edhe nga korrupsioni ose nga format e tjera të palishme ka krijuar edhe pasuri jashtë Kosovës, ka elemente që ligji e mundson që me u bë edhe ky verifikim i pasurisë edhe jashtë Kosovës, edhe i tokës ose i banesës ose i padoshmërisë që e ki jashtë territorit të Kosovës. Por aty do të më u funksionu një farë lloj bashkëpunimi juridik i shtetit të Kosovës me autoritetet kur shteti i Kosovës ka marrëveshje të bashkëpunimit. Kurse me ato shtete ku Republika e Kosovës ta zëm me Serbinë. Shumë ka kësi të paqartësi çka nëse politikanët ose zyrtarët publik në Kosovë blejnë toka në Serbi, edhe i kanë blerë me para të shpërlarjes së parave ose me para të korrupsionit. Çfarë po flas shumë thjesht, nuk kemi me postë të drejtë na me inisu verifikimin e asaj pasurie që gjenden në territorin e Serbisë, sepse Kosova s'ka marrëveshje të bashkëpunimit me autoritetin e Serbisë. Dhe realisht nuk shtrihet jurisdiksioni jon në themi ashtu në atë territor ku ti s'ki kur fare bashkëpunimi juridik dhe as nuk i njeh. Në këtë rast as shteti atje të ndihmon në procedurë. As shteti atje nuk ka obligim të fare me të ndihmu. Dhe ka shumë dilema që ka shumë që mund ketë në të ardhmen që ndoshta ka edhe pasuri që zyrtarët publik i kanë blerë dhe i kanë në shtete që fare Kosova nuk ka kur fare lloj marrëveshje as juridike, as politike dhe as nuk ka njohje eksistenciale mes dy shteteve sa i përket dokumentacionit ose edhe sa i përket edhe njohjes së shtetit në këtë rast. Prandaj edhe këto janë disa dilema tjera që potencialisht mundet me u shfaq me rastin e zbatimit në praktikë të këtij dokumenti, të këtij projekti, sepse kur të fillojnë implementimi i byros, kur të fillojnë edhe funksionalizimi i këtij autoriteti, normalisht që ata zyrtar unë pres që të keni periudhë
të gjatë kohore të trajnimit, të specializimit, në atë mënyrë që ata mi ditë qartë kompetencat e veta dhe deri ku shtrihet autoriteti ligjor që ata kanë me hetu dhe verifiku pasurinë. Qartësohet hapashapi se si do të jetë në praktikë zbatimi. Shumë faleminderit për kohën dhe bisedën, zotëri Bugashka. Faleminderit edhe juve për mundësinë, shpresoj që kom arrit diçka më sqaru, sepse ligji është shumë kompleks, ka shumë dispozita që janë ende të patrajtueshme dhe që kanë nevojë të diskutohen edhe shumë më gjatë, por ne po shpresojmë si organizatë që Kuvendi i Kosovës do ta mundsoj spaku dëgjimin publik të shqyrtimit të këtij projekti mes dy leximeve që do të bëhen në Parlamentin e Kosovës dhe të kemi mundësi që në detaje t'i ofrojmë edhe vlerësimet edhe qëndrimet tona, me përmirësuar të paktën në disa segmente që mos me leju që ligji edhe me përfundoj edhe leximin edhe votimin e dytë. Faleminderit shumë. Shikues dhe dëgjues të Radios Evropa e Lirë, ishte edhe ky epizodi i podcastit 5 pyetje për këtë javë. Shihemi dhe dëgjohemi të shtunën e radhës.